Kemi bërë patjetër progres të jashtëzakonshëm krahasuar me kohën kur një vit mbyllej me jo më shumë se vetëm disa milionë euro pasuritë sekuestruara. Sa i përket rendit dhe sigurisë publike, gjatë muajit janar-shtator 2025, pra 9 mujorit të parë të këtij viti, norma e zbulimit të veprave penale është mbi 95% dhe kjo nuk është një shifër e vogël. Numri i vrasjeve me dashje, siç e theksova edhe më parë, është në minimumet e tij, është reduktuar nga një mesatare prej 2 vrasje në javë, me cilën e gjetëm Shqipërinë në një mesatare prej 1 vrasje në 2 javë. Është përsëri shumë, por shumë më pak, pothuajse 4 fish më pak se një dekadë më parë. Shpërbërja e grupeve kriminale si dhe lufta pa kompromis ndaj krimit të organizuar është një ndër arsyet kryesore përse niveli i veprave të rënda penale në vend është reduktuar. Në kuadër të kultivimit të lëndëve narkotike, është rritur forcimi i kontrollit të territorit për 9 muajt e parë të këtij viti. Në total janë identifikuar dhe azgjesuar nga strukturat e policisë shtetit gjithsej 195.000 bimë narkotike, janë zbuluar 103 raste, 178 shtetas të implikuar, nga cilët 96 persona të arrestuar. Në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 24, për këtë periudhë të vitit 2025 është rritur me 4.5% niveli i zbulueshmërisë. Gjithashtu janë identifikuar 1284 vende kultivimi dhe për herë të parë në bashkëpunim dhe me shtabin e përgjithshëm të forcave të armatosura në luftën kundër narkotikëve, kemi përdorur edhe kapacitetet më të avancuara të ushtrisë shqiptare, siç janë dronët Bayraktar me qëllim kryerjen e monitorimit ajror të territorit. Gjithashtu, në një bashkëpunim afatgjatë, kemi me Guardia di Finanza dhe absolutisht që dhe në këtë drejtim bashkëpunimi është fuqizuar më tej në shumë misione monitorimi nga ajri dhe në shumë koordinata të dyshuara. Sa i përket armëve të zjarrit, vetëm pak ditë më parë, po është e vërtet ajo që thatë ju zoti Balliu, policia e shtetit zbuloi një arsenal të vërtet luftarak të gjeneratës fundit dhe vendosi në pranga përgjegjësit. Dhe ky është rasti më i fundit në një vit në të cilin goditja e fenomenit të armbajtjes pa leje ka arritur në një nivel rekord. Vetëm gjatë periudhës së raportuar, strukturat e policisë së shtetit, pra gjatë 9 mujorit të parë të vitit 2025, strukturat e policisë së shtetit kanë zhvilluar më shumë se 1000 aksione për zbulimin e armëve të zjarrit. Deri në fund të këtij viti do të jetë, jam e sigurt, një nga vitet më të suksesshme sa i përket goditjes së fenomenit dhe numrit të aksioneve të zhvilluara me qëllim për të goditur pikërisht këtë lloj fenomeni.